Rikthehemi në program. Për gjatë 2 javëve të fundit, Donald Trump ka përdorur termin tigër prej letre disa herë për të shënjestruar NATO dhe Aleancën e Veriut Atlantike, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të harrojnë kurrë mungesën e suportit që morën nga vendet europiane sa i përket kësaj betejë. Ditën e sotme Pete Hegseth tha se NATO do duhet marrë leksione nga Izraeli sa i përket mbështetjes. Megjithatë, ndoshta Pete Hegseth nuk e dinte akoma se Benjamin Netanyahu do thoshte lufta nuk ka mbaruar në një kundërshtim të drejtë për drejtë ndaj Shteteve të Bashkuara, por në të njëjtën kohë kemi edhe një Europë e cila thotë se kjo nuk ishte lufta e tyre, askush nuk e njoftoi dhe mbi të gjitha nuk kishin se përse të hynin në këtë luftë, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë diçka të tillë, duke thënë se raketat iraniane shënjestronin kryesisht perëndimin. Zoti Qiriazi, do të jetë një takim i vështirë për Mark Rutten nëse do zgjedh të mbrojë interesat e aleancës përballë Donald Trump mbrëmjen e sotme, kur flasim për një Trump i cili ka bërë kërcënimin më serioz për të tërhequr nga aleanca. Çfarë mendon se do të ndodhë? Nuk mendoj që do të ketë një tërheqje nga aleanca për arsyen e vetme sepse kjo nuk do të ishte në interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. I vetmi ose leva më e madhe e influencës që ka Shtetet Bashkuar të Amerikës mbi Europën është arkitektura e sigurisë që ata i ofrojnë përmes NATO-s. Pra, nëse nuk do të ishte kjo garanci ose kjo umbrell sigurie që ofrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk do të kishte nevojën që në shumë partneritete të tjera politike aktorët ishin bashkë, do të kishte vendime shumë më të shpërndara politike, ose çdo lloj marrëveshje tjetër politike apo tregtare mund të bëhet në bazë të interesave të vendeve. Por ne dim se për hir të këtij partneriteti, vendet e Europës kanë ndërmarrë shumë politika që jo domosdoshmërisht kanë qenë interesin e tyre, mund të mos kenë pasur interes fare, por kanë mbështetur aleatin e tyre. Një prej tyre është, për shembull, vendosja e sanksioneve në Iran. Gjithashtu e njëjta gjë mund të diskutohet me qasja që kanë patur kërshi i Rusisë, por edhe në përgjithësi politika të ndryshme për lindjen e mesme, për pjesën më të madhe të botës. Këtë gjë ne sigurisht e kemi të shohur, kemi filluar të shohim një fraksionim që nga vendimarrja për të zgjeruar më shumë Europa në atë që quhet jugu global, marrëveshje të reja sidomos për makinat elektrike me Brazilin, me Amerikën e Jugut, Kinën nga ana tjetër, po fillojnë ta shikojnë si një partner tregtar dhe një shkëputje shumë të graduale dhe të ngadalt, po shikojmë edhe të Kanadas, që e ka në kufi. Dhe sigurisht e gjithë kjo gjë ka ardhur si rrjedhoi se vendet e Europës kanë filluar të perceptojnë që lideri i këtij rendi global të bazuar mbi norma dhe interesa të përbashkëta, pra të multilateralizmit, botës multilaterale që është ndërtuar, duket sikur tashmë po shikon vetëm interesin e tij, Amerika e para. Dhe rrjedhimisht kjo i prompton edhe vendet e tjera të mendojnë për interesin e tyre, për lëkurën e tyre në radhë parë dhe për interesat e qytetarëve të tyre. Prandaj thash edhe ne kemi parë një sër lëvizje shkundër. Pra, nëse nuk do të ishte prezenca e NATO-s, Amerika nuk do të mund të legjitimonte më një prezencë kaq të madhe brenda Europës. Pra është një instrument për të avancuar hegemoninë e saj dhe politikat e saj brenda Europës. Rrjedhimisht nuk do të bënte sens shkëputja e saj prej Europës. Do të kishim atë që quhet spiralja e sigurisë apo ajo efekti i vetë mjaftueshmërisë së shteteve, pra shtetet kuptojnë që duhet jenë në gjendje të riformulojnë aleancat të tjera, pra kemi një vakum pushteti, dhe sa herë që ky vakum pushteti krijohet, ai do të mbushet përmes aleancave të reja, përmes bashkëpunimeve të tjera, përmes rritjes, pra ose investimit në fushën e militarizimit të vendeve të ndryshme dhe automatikisht kjo do ta alienonte akoma dhe më shumë Amerikën nga prezenca e saj globale që ka përmes këtyre institucioneve internacionale, siç është edhe NATO njëra prej tyre. Dhe pra një hegemoni nuk i intereson kaosi, i intereson rendi, dhe madje një rend që ai e kontrollon. Dhe këto instrumenta mundësojnë ta bësh një gjë të tillë. Pra, nuk mendoj që ka një skenar realist në të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës do të largoheshin. Pasi thash, vendet e Europës janë të fuqishme në vetvete, do të mjaftonte pak kohë të arrinin një nivel militarizimi që edhe atë perceptim kërcënimi të mundshëm që kanë, që supozohet të jetë Rusia, të mund të arrijnë të bëjnë ballë vetë. Çfarë i mbetet pastaj Shtetet Bashkuara të Amerikës? I mbeten konflikte të hapura në vende të tjera dhe partnerë që i largojnë gjithmonë edhe më shumë. Unë mendoj që ky takim me zotin Rutte mund të jetë më shumë për të gjetur një gjuhë të përbashkët se si do të komunikojnë. NATO është një aleancë mbrojtëse, pra defensive dhe jo ofensive, nëse ka një vend i cili
ja ka parë hajrin, le të themi, aleancës në sot, mendoj që ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi është edhe i vetmi vend që e ka thirrur artikullin 5 në historinë e aleancës, dhe kur kjo u bë ndonse me kundërshtime të shumta, vendet e aleancës kanë qenë në mbështetje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra për të lejuar ekzistencën e këtij pakti politik, dhe do të thoja që po, në përgjithësi, kjo nuk do të ishte një vendim i duhur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shkëputet, nuk ka probabilitet. Nëse do të ndodhte, do të shikonim krijimin e aleancave të reja. Do të shikonim një botë shumë kaotike, më pak të sigurt, vende që tentojnë të anojnë me interesat e tyre karshi vendeve më të forta, dhe një prej tyre mendoj se jemi ne. Pra, Shqipëria do të duhet të mendonte në këtë situatë me çfarë vendesh do të duhet të bëj aleate dhe si do të duhet ta orientonte politikën e saj të mbrojtjes në veçanti. Pra, do të shkonim drejtpërsë drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të thoshim ne do të jemi partner gjithmonë me ju para ne mbrapa, populli jon ka dhe atë shprehjen Amerika para ne mbrapa. Kështu që apo do të qëndronim më afër politikisht me Europën. Duke parë trendin e politikës së jashtme të vendit tonë në këto vitet e fundit, do të thoja që vizimi jon është duket i qartë që është më afër Amerikës në këtë kontekst. Më pranë Amerikës. Ndërkohë, zoti Mema, duket një pyetje naive kur thua a do ta tërheqë Donald Trump Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NATO, pasi kushdo që e njeh politikën amerikane, di mjaft mirë se diçka e tillë kërkon një miratim të Kongresit, ndonse Trump tha disa javë më parë se unë kam mjetet për ta bërë duke shmangur kështu edhe Kongresin amerikan. Megjithatë, është një krizë cilën askush nuk e mohon dot sot, dhe mbi gjitha mbi një sër deklaratash të cilat sa vinë dhe shpërsohen, unë ja vlen të kujtoj vetëm ditën e djeshme, ishte pikërisht djali Trump, Donald Trump Jr., i cili nga Banja Luka në Bosnjë Hercegovinë deklaroi se ç'është kjo Europë dhe ç'janë këto parime, pra domethënë ai përmendi në një mënyrë dhe një kontekst gjithashtu edhe mbështetjen e Europës ndaj Shteteve të Bashkuara dhe ndaj pikërisht luftës së Iranit. Janë të gjitha këto elementë cilët ngren shqetësim për arkitekturën e sigurisë europiane. Kush mendon se do të jetë skenari më i mundshëm nga Trump për të ndëshkuar kështu në thonjza NATO-n për gjithçka që nuk bëri për Iranin? Atëherë, janë disa gjëra që janë të ndeshur në studio, me shumicën e cilës jam shumë dakord, po janë disa amëndësime që ndoshta duhet t'i vënë në pikpyetje. E para është çështja se çfarë do ndodh. Jam plotësisht dakord që zoti Trump sot nuk do të tërhiqet nga NATO. Mark Rutte ka aftësinë bindse ndaj zotit Trump, ditë flas gjuhën e tij, ditë komunikoj me të. E pam të edhe gjatë krizës për Grenlandën, ku ishte Mark Rutte dhe sigurisht besoj që kryeministri finlandez, të cilët së bashku e bindën zotit Trump që ka një rrugë më të mirë për të zgjidhur situatën. Kështu që edhe sot ka një të mirë ka zoti Trump që gjëse je personi i fundit me cilën je duke folur, ai përgjithësi e merr atë lajm dhe e vazhdon, pra e përtyp dhe në një farë mënyrë e përjeton dhe nuk është se e kundërshton. Pra, meqense zoti Rutte do të jetë me zotin Trump sot, unë mendoj që përgjithësi do të ketë disa fjalë edhe të mira, po edhe të forta ndaj NATO-s, një lloj paralajmërimi që nuk mund të vazhdon të kështu, dhe me qira fjala është përgjegjësia juaj e tashme për të zgjidhur çështjen e Gjirit të Hormuzit. E krijova unë problemin, por ju do ta zgjidhni tash, e keni në dorë ju, bëni çfarë doni, se Shtetet e Bashkuara nuk është se i intereson shumë se çfarë ndodh në Gjirin e Hormuzit, sepse ne nuk marrim temi naftë nga rajon. Ndosë sigurisht gjithë ne që kuptojmë ekonominë ndërkombëtare, edhe zoti Trump i kupton, por nuk do ta thotë, që nuk ka rëndësi se nga e merr naftën se merr naftën, dhe nafta shitet me çmime botërore, dhe që do thotë që edhe Shtetet e Bashkuara intereson se çfarë ndodh në Gjirin e Hormuzit, sepse ndikon sigurisht, sikur se kemi parë dhe unë tani në lagjen time, në qytetin tim, ku çmimet e naftës janë rritur goxha për shkak të kësaj lufte. Pra, kjo është elementi i parë, nuk mendoj që diçka e tillë do ndodhë. Dyta, një saktësim në lidhje me atë që u tha se kush e ka autoritetin për të tërhequr nga NATO. Këtu unë i jap mësim të drejtë ndërkombëtare dhe kam pasur vetë disa pikpyetje. Dhe jam munduar të sqarohem me disa kolegë, por dhe persona dhe pranë themi qeverisë amerikane. Dhe nuk është se ka në fakt një themi qartësi në lidhje me tërheqjen nga një organizatë ndërkombëtare. E dim që për të antarësuar, duhet që të kesh ratifikim nga Senati Amerikan. Por tërheqja nga një organizatë ndërkombëtare sikur se mund të jetë NATO, në fakt detyrimisht nuk është e detyrueshme në fakt diçka e tillë, ose të paktën nuk është e qartë në bazë ligjore.
Dhe kështu që me shumë gjas, një deklaratë e tillë nga zoti Trump do të shkonte në Gjykatën Supreme të Shtetit Bashkuara, ku do të shikohej pastaj se kush e ka aftësinë për ta bërë diçka të tillë. Nëse mund të jap një krahasim shumë të vogël, për ta bërë Marco Rubio sekretar të shtetit, zoti Trump duhet të prezantojë emrin Senatit Amerikan. Senati Amerikan ka të drejtën në bazë të kushtetutës për ta këshilluar dhe pastaj për të aprovuar këto lloj emërimesh nga zoti Trump. Por në momentin që zoti Rubio bëhet sekretar i shtetit amerikan, ai pastaj zoti Trump mund ta çlirojë nga puna, mund ta pushojë nga puna sa të dojë edhe kur të dojë. Pra nëse mund ta kuptoni pak parizmin këtu me disë nga ndërkombëtare dhe një individi. Pra është një proces, por siç thash ka pikpyetje në aspekt institucional, sepse asnjë president i Bashkuar nuk është se ka shkuar ndërmend të rigjit nga NATO, dhe kjo është hera parë që diçka e tillë diskutohet, dhe për këtë arsye edhe pastaj sigurisht Kongresi Amerikan do të bëjë veprimet e tilla. Nëse është vetëm një deklaratë e zotit Trump, sigurisht një president i ri ndoshta një deklaratë kundërshtare mund të bëjë të kundërtën. Këtë e pa me tërheqjen e zotit Trump nga Organizata Ndërkombëtare e Shëndetit, Shëndetësisë apo disa të tjera, UNESCO-s, ndërkohë që zoti Biden pastaj e riktheu Shtetet Bashkuara brenda këtyre organizatave sërish. Pra, këtu është ngërçi institucional kushtetues që duhet parë me kujdes, kështu që unë nuk jam shumë i sigurt. Pra, nëse zoti Trump dëshironte ta bëjë diçka të tillë, do ta bënte, por do të ishte pastaj një çështje kushtetuese me Gjykatën Supreme Amerikane. E thënë gjitha kjo, unë nuk mendoj që sot zoti Trump do të bëjë diçka të tillë, sepse jemi shumë larg kësaj, do të ketë disa këshilla, do të ketë disa parlamrime, ngushtitë e humuzës së juaja dhe mbylleni këtu. Tani për të kthyer pak çështën e NATO-s në tërësi. Unë jam pak më pesimist në fakt në lidhje me të ardhmen e NATO-s. Unë në fakt shpesh edhe këtu kam folur, por në vende të tjera kam thënë që Shqipëria do llogarisë që brenda 10-15 viteve të ardhshme të di të menaxhojë sigurinë e brendshme të saj pa mbështetjen e NATO-s, sepse unë nuk e di dhe nuk besoj nëse NATO do të jetë ekzistente brenda 10 viteve të ardhshme. Mos harrojmë që NATO u krijua dhe këtu edhe zoti Qerati bëri shumë qartë për 3 arsye. Arsye e parë ishte për të një farë mënyrë për të mbajtur kokën e gjermanëve poshtë, pra që gjermanët mos ngrenin kokën sepse fillon lufta prapë edhe në një herë tjetër në Evropë. Arsyeja e dytë ishte për të mbajtur larg rusët, dhe arsyeja e tretë ishte për të mbajtur brenda Evropës amerikanët. Ka qenë interesat evropiane pikërisht për të ruajtur prezencën amerikane, sepse sa që amerikanët largoheshin, fillonte lufta prapë. Pra kesh një lloj atë hegemoni që u përmend pak më parë, hegemoninë amerikane, krijon një lloj paqe, pax americana, pikërisht në kontinentin amerikan. Por e gjitha kjo vall nga një hamendësim shumë i rëndësishëm, pra që fakti që ne do të vazhdojmë në këtë drejtim. Unë kam pyetje maja nëse do të ketë vazhdimsi këtu të kësaj logjike. Sepse e gjitha kjo varet në rëndësinë e Evropës si kontinent dhe në rëndësinë e shtetit evropianë si kontinent, jo vetëm në tërësinë e ekonomisë botërore, politikës botërore, por edhe të interesave amerikane. Për në moment që amerikanët nuk e shikojnë më të ardhmen e tyre në Evropë, sepse tregjet evropiane nuk janë më aq të nevojshme, aq të domosdoshme sa mund të jenë tregjet aziatike. Në moment që ne shikojmë një aspekt ushtarak, Evropa nuk ka më ç'të jap. Në aspekt që ne shikojmë që vlerat ekonomike vijnë nga tregjet e tjera, sikur se janë zona e pajësorit, me ngrohjen e klimës, pastaj kemi edhe Evropa është më pak e nevojshme se kalon pastaj nga Arktiku, kalon direkt nga jugu global në veriun global. Pra Evropa nuk ka më atë rëndësi që ka pasur. Në këto kushte, dhe ky është hamendësimi me cilën nuk bie dakord, në këto kushte nuk mendoj që Evropa dhe NATO është më e domosdoshme se Shtetet Bashkuara, ku Shtetet Bashkuara tashmë ka filluar të hedhë themelet e disa institucione të sigurisë në zonën paqësore, ose me atë shtypjen Quad, pra një anëtarësim të 4 shteteve në zonën paqësore, ose Australia, Britania e Madhe dhe Shtetet Bashkuara, pra një seri organizate Shtetet Bashkuara të organizuar tashmë për siguri në zonën e paqësorit ose zonën aziatike, kur unë mendoj që Shtetet Bashkuara shikojnë të ardhmen e tyre edhe më të rëndësishme. E thënë kjo, pra, unë mendoj që NATO në 10-15 vite të ardhshme nuk do të ketë më një në ekzistencë, ose nëse ekziston do të jetë thjesht një relik e së kaluarës, ose studiohet më shumë në klasa të arkeologjisë historike sesa në klasa të shkencave politike. Edhe për këtë arsye, pastaj shkojmë tek vizimi që zoti Qerazi thash me shumë shtaktësi. Shqipëria nuk mund të vizohet dhe nuk mund të ketë vetëm një vit të caktuar në aspektin e politikës së jashtme dhe politikës së mbrojtme. Shqipëria do të ketë disa vija, disa prej tyre do të binë tërthorëzi me njëra tjetrën. Shqipëria do të konservojë aleancë me italianët, me gjermanët, me francezët, me britanikët, me grekët, me turqit, me kroatët, pra dhe me amerikanët.
nuk mund të bëjmë në një politikë, vendet e vogla nuk e kanë luksin të bëjnë një politikë të favorizojnë një aleat në disfavor të tjetrit. Ne do të kemi marrëveshje me të gjithë palët duke konsideruar që ky vizim, pra tërtorzimi i këtyre vizimeve të ndryshme politike. Për mua, për shembull, argumenti më i dobët që mund të bëhet sot nga politika e jashtme shqiptare, që e kam kritikuar vazhdimisht, është ne jemi në vijën euroatlantike. Nuk ka një vijë euroatlantike. Janë disa vija euroatlantike që her pas here shkojnë tërtora zemrën. Janë interesa të caktuara sigurisht cilat ndiqen. Do të bëhet gati. Dhe qëndrime strategjike. Janë interesa që do diktojnë pastaj të politikat tona aleancave. E qartë. Zoti Metlen Rema, ishte kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në War Report. Zoti Qiriazi, faleminderit që ishe me mua mbrëmjen e sotme në program. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al, ju e dini, është adresa ku informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e botës, si dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Mos u largoni nga ekrani i ABC News, vetëm pas pak kolegu Artur Nura me të gjitha rrugët të çojnë në Rom. War Report rikthehet sërish mbrëmjen e nesërme në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë.